Ismet, krasë kushteve, mendimi jo mendimi jam pa ku mbo ti ke kontribuar jashtëzakonisht, jo, është mendoj kontributi, kontributi i atij presidentit, unë mendoj se kontributi i biznesit familjar, po patjetër që ti ndër parë që ke dhënë me profesionalizëm, sa ai nuk është trajner, po ai ka kriju kushtet për me vazhdim. Kushtet janë kons, domethënë, krasë klubet nuk i ka pas për shembull edhe shfrytëzimi i kapacitetit të tjera. Nuk ka pas ku me stërvit, ja ka diktu dikush tjetër me stërvit një orar, domethënë ai nuk ka pas kushte me qeni barabart me neve si rival. Na i kemi pas kushtet më të mira. Ai nuk ka pas faj. Na ju sigurojmë kushte, ata secili e bën politikën e vet, punojnë, ngritën, në moment që s'e kena siguru kushtet, na e kena hendikepu një klub të madh, na e kena myt një klub të madh. Po kërkush nuk mirët në Kosovë për këta. Na që 2 vjet mirë me fushat. S'mush, s'ki ku më shnosh. Po trajner sigurim nuk ki, nga më shpak, ta ulan. Sa dhe ti ishe me vetë ndosin pa blok nalu. Jo, sa dhe ti ishe, të kom vrejt, unë të kom po. Unë e respektoj, unë e këtë në rejt, unë e respektoj dhe vullnesin shumit. Unë e respektoj, po unë e kam mendimin e pavarur sepse jam, unë e kam shumë pavarur mendimin sepse kom arrit në qatë nivel me marë, apo dhe me bo. Po unë edhe respektoj. Profesioni, punë të krete kështu me radhë, unë nuk bëna peng, as nuk menoj qyshe me në unë dikush tjetër. respektoj edhe integritetin tënë, që kur ka mundësi, po shumë mirë është me pas integritet. Për diçka, Shumë mirë me pas integritet kur ki